A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, javën e kaluar kemi filluar trajtimin e dersit të dytë rreth zgjimit të zemrave. Konkretisht kemi folur për zgjimin nga një jetë në harres. Shumica e besimtarëve janë duke jetuar në një harres e cila është bërë pothuajse e pavërejtur dhe kemi treguar se thelbi i zgjidhjes së problemit dhe shkaku kryesor i zgjimit nga kjo gjendje është të kuptuarit e problemit. Jam munduar që ta trajtoj çështjen e harresës, se çfarë është ajo, dhe kemi thënë se harresa apo gafleti nuk është thjesht një neglizhencë, fikje e funksionit përmbajtësor të zemrës. Gjithashtu kemi thënë se të jetosh në harres është të jetosh në një realitet rrem. Pra ai që jeton në harres realisht është duke e gënyer veten, sepse mendon se është në drejtimin e dur, por realisht ai ka lajthitur nga drejtimi i dur. Pastaj të harrosh Allahun do të thotë ta humbësh veten, sepse robi detyrimisht është i lidhur me krijuesin e vet, dhe sa më afër krijuesit që jemi, aq më të zgjuar jemi, aq më të këndellur jemi. Dhe sa më larg Allahut që jemi, aq më të fjetur do të bëhen zemrat tona, pra zemra jonë do të flej dhe shpirti ynë do të heshtë. Ndërkaq një besimtar i përkujdesur ndaj çështjes së zemrës dhe të zgjimit të saj është çdo herë vigjilent. Njerit jam munduar që t'i trajtoj disa prej shkaqeve kryesore që e çojnë njeriu në këtë harresë të vetvetes, të jetës në përgjithësi. Dhe kjo padyshim se ka dhe pasoja. Pra shkaqet kanë qenë disa më kryesore, duke filluar nga mashtrimi pas kënaqësive të jetës kësaj bote. Dhe kemi thënë se Allahu qartazi dhe prerazi na tregon se realiteti i jetës kësaj bote është mashtrues. Pastaj edhe pasimi i epsheve është prej shkaqeve kryesore që njeriu na bën që të harrojë vetveten e tij. Me harrimin e Allahut e harron edhe vetveten e tij. Pastaj është edhe neglizhenca ndaj përmendjes së Allahut, ndaj dhikrit dhe ndaj fesë në përgjithësi. Shkak që e çon njeriu në harrimin e vetvetes dhe të Zotit të tij. Ndërkaq sot me lenin Allahut do ta konkretizojmë çështjen e zgjimit, se si realisht ne mund të zgjohemi nga ky xhum, se si zemrat tona mund të zgjohen nga kjo gjendje e cila i ka kapluar ato, dhe para se gjithash duhet ta kuptojmë se duke qenë se Allahu është i gjithëmshirshëm i absolut, ai nuk ka mundësi që t'ia mbyll derën e zgjimit çfarëdo lloj zemre që të ekzistojë. Pra edhe zemrës më të fjetur, edhe zemrës më të smur, Allahu nuk ja mbyll derën e zgjimit dhe të shërimit. Dhe kjo padyshim ka të bëjë me mirësinë, bujarinë dhe me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh. Hapi i parë që duhet ta ndërmarrë njeriu dhe përmes së cilit zgjohet nga ky xhum dhe fillon edhe shpirti i tij ndjen edhe gjallërohet pas një heshtje bukur të gjatë, është ndikimi i fjalës së Allahut në jetën e tij. Pra njeriu detyrimisht duhet ta zgjojë dija. Dhe burimi i dijes është Kurani, është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Vetë Allahu në Kur'an qartazi tregon se si e ka trajtuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam përmes zbritjes së Kur'anit. Dhe kur Allahu flet për shpallën hyjnore dhe për mënyrën se si i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i drejtohet qendrës së zgjimit, e që është zemra. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ai pra libri është zbritje, është shpallje e zbritur nga ana e Zotit të botëve. Nezele bihi ruhul amin, të cilin e ka zbritur shpirti besnik apo Gjibrili alayhi salam. Ala qalbik, në zemrën tënde. Pra nuk po i thot Muhammed Mustafas Allahu në veshin tënd, as në mendjen tënde, ndonse përmes veshit pranohet mesazhi i Allahut, përmes mendjes, realisht mendja është pista e pranimit të shpalljes së Allahut, por i drejtohet qendrës, strehimit, vend qëndrimit e që është zemra. Ala qalbik li takuna min al-mundhirin, e kemi zbritur në zemrën tënde Muhammed që ti jesh prej lajmtarëve.
Pra fokusi kryesor i besimtarit duhet të jetë zemra, sepse zemra është qendra e vlerave, qendra e pranimit të këtyre vlerave dhe e përpunimit të tyre, pastaj këtë fund edhe e aplikimit të tyre. Gjithashtu Allahu tregon se çfarë ndikimi ka fjala e tij, çfarë ndikimi madhështor dhe të jashtëzakonshëm ka Kurani. Aq sa thot, sikur t'ia zbrisnin Kuranin maleve apo një mali të caktuar, do të përulej dhe do të çohej nga respekti dhe nga devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal, po ta zbrisnim këtë Kur'an o Muhammed në kodër apo në mal, një mali të caktuar, la ra'aytahu khashi'a, do ta shihje atë të përulur, mutasaddian, jo vetëm të përulur, madje të qarë nga madhështia e kësaj fjale, nga përulësia e madhe që do ta ndjente si krijesë, sepse fuqia e fjalës së Allahut është e jashtëzakonshme. Dhe nuk mund të zgjohet një zemër më mirë, më shpejt dhe në mënyrë më të lirë, më të pastër se sa përmes fjalës së Allahut, sepse është burimi i dijes. Këto ajete kuranore tregojnë se zemra duhet ta pranojë fillimisht fjalën e Allahut si fjala më madhështore. Nga se nuk ka fjalë më të sinqertë dhe nuk ka fjalë më të mrekullueshme se sa fjala e krijuesit. Çfarë do fjalë në jetën e kësaj bote që mund të lë dikim apo gjurmë në zemrat tona, ato nuk krahasohen me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Sepse para së gjithash kjo fjalë është e begatshme. Allahu thon në Kur'an se këtë libër e ka zbritur si të begatshëm. E si mos jetë i begatshëm kur është fjala e Allahut, është atributi i Allahut. Dhe njeriu nëse dëshiron të zgjohet nga kjo gjendje, fillimisht duhet që fjalën e Allahut ta trajtojë si të tillë. Pra nuk është çfarëdo libri Kurani, është libri i Allahut, është fjala e Allahut. Dhe derisa Allahu ty të ka nderuar me mundësinë e pranimit të kësaj fjale, me ushqyerjen e shpirtit me këtë fjalë, me zgjidhjen e problemeve tua përmes kësaj fjale, me arritjen e ngrohtësisë dhe qetësisë shpirtërore përmes fjalës së Allahut, atëherë çfarë do ta zgjojë njeriu më mirë se sa kjo? Prandaj janë disa çaste, janë disa momente që kur i përjeton robi e kupton se në çfarë gjendje ka kaluar, në çfarë gjendje të harresës, të neglizhencës dhe të shkujdesjes ka qenë ndaj vetvetes tij. Dhe kur e lexon disa ajete kuranore me pak përqendrim, me pak admirim, nuk po flas për diçka shumë të madhe, vetëm diçka elementare, thjesht ta pranosh si fjalë të Allahut dhe ta admirosh si të tillë, menjëherë fillon ky zgjim për cilin ne po flasim dhe po luftojmë, pas të cilit ne jemi në kërkim, sepse fjala e Allahut është begatia kryesore. Pastaj është gjithashtu edhe sprova. Atë që nuk e zgjon dituria, duhet ta zgjoj fatkeqësia. Edhe si individ, por edhe si shoqëri në përgjithësi. Dy gjëra neve mund të na zgjojnë nga kjo gjendje. E para përmes dijes, pastaj përmes fatkeqësisë, përmes sprovës. Dhe një rob i cili nuk zgjohet me dije, nuk zgjohet me fjalën e Allahut, atëherë Allah e përdor mënyrën tjetër të zgjimit të tij, përmes sprovave. Dhe sprovat realisht janë si pasojë e veprimeve tona, si pasojë e veprave tona. Allahu thot Kur'an: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çfarë do fatkeqësie që juve ju godet, realisht ajo vije si pasojë dhe si rezultat i bëmave tuaja, i veprave tuaja. Por neve çfarë realisht na bën që të jetojmë në këtë mashtrim? Keq përdorimi i mirësisë së Allahut që është falja dhe mbulimi. Prandaj thotë wa ya'fu an kathir. Përkundër faktit që ne gabojmë dhe na zbresin fatkeqësi, Allahu prap fal shumë prej tyre. Dhe ne në vend se ta shfrytëzojmë këtë mirësi të faljes së Allahut ndaj nesh, kur ne gabojmë, kur ne çalojmë, ne e afatizojmë veten në pendim dhe ky është një gabim fatal. Prandaj thotë Allahu: "Wala nudhiqannahum min al-'adhabi al-adna dun al-'adhabi al-akbari la'allahum yarji'un." Ne do t'i dënojmë ata me dënimin e vogël, para se t'i dënojmë me dënimin e madh në mënyrë që të kthehen, pra në mënyrë që të zgjohen nga kjo gjendje. Që do të thotë Allahu përmes disa fatkeqësive që neve na ndodhin, si pasojë e bëmave tona, si pasojë e gabimeve tona eventuale, ai na ndëshkon për të na zgjuar. Prandaj tha që të kthehen tek Allahu. Allahu ka mundësinë dhe fuqinë që të na dënojë më një herë. Pra kur ne bëjmë një gabim të caktuar, dhe një prej gabimeve më të mëdha që bëhet nga besimtarët muslimanë është kur ata e neglizhojnë namazin e tyre. Mos flasim për ata që nuk falen fare. Sepse
asgjë nuk e ndërton dhe nuk e fuqizon raportin tonë me Allah më mirë se sa namazi, sepse nuk ka vepër më të dashur tek Allahu se sa falja e namazit. Megjithatë Allahu nuk na dënon më njëherë. Sa prej muslimanëve çalojnë në namaz, por Allahu nuk i ndeshkon më njëherë. I afatizon, u jep kohë, u jep mundësi që ata të rikthehen në origjinën e pastër të besimit. Por ka raste që edhe i ndeshkon më njëherë. Mjafton plagështia që përjetohet pas lëshimit të namazit apo pas pakujdesisë sonë në raport me namazin. Prandaj një besimtar i cili çalon në namaz, ai më njëherë përjeton atë idhësinë, atë irritimin ndaj vetvetes. E përjeton atë dhimbje në shpirt se si unë e bëra një gabim të tillë. Dhe vetë kjo gjendje është ndëshkim në vetvete, sepse është humbje e qetësisë. Ai që ka namaz ka qetësi, ai që s'ka namaz apo ka pakujdesinë në namaz ka humbje të kësaj qetësie. Ky boshllëk që krijohet në shpirt për shkak të neglizhencës tonë ndaj namazit është ndëshkim në vetvete nga Allahu për ne, por është ndëshkim vetëdijsues. Prandaj thotë wala nudhiqan nawma, ka përdor shprehjen ne do t'i ndëshkojmë ata. Pra ata do ta shijojnë një lloj ndëshkimi të vogël në këtë botë, para se ta shijojnë atë të botës tjetër, pra në qoftë se ata nuk pendohen. La'allahum yarji'un. E pse duhet ndodhë një gjë e tillë që të kthehemi? Allahu përmes disa fatkeqësive, përmes disa sprovave dëshiron të na zgjojë nga kjo gjendje. Dëshiron të na këndell. Prandaj nuk janë të pakta rastet kur besimtari i Allahut sprovohet me diçka, atëherë fillon edhe zgjohet. Sidomos kur Allahu ja merr dikë që e ka të përzemërt, ndonjë familjar, ndonjë shok, ndonjë koleg pune, ndonjë fëmijë të mirë, ndonjë pasuri, ndonjë pjesë shumë të rëndësishme të karrierës tij, e kështu me radhë. Realisht Allahu bën një gjë të tillë për shkak se sheh vlera dhe mirësinë në zemrat tona dhe dëshiron që neve të na zgjojë nga kjo gjendje. Përmes këtyre provave, Allahu neve na këndell, na rikthen në atë që ne duhet të jemi, në origjinën e besimit, në origjinën e vetëdijsimit, në origjinën e devotshmërisë. Prej gjërave tjera që ndihmon gjithashtu në zgjimi nga kjo gjendje është edhe përkujtimi i vdekjes. Madje përkujtimi i vdekjes është fillimi i zgjimit. Sepse përkujtimi i vdekjes nuk është përfundimi real, por është fillimi i një rrugtimi të ri. Dhe jo më kot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar me hadithin madhështor ekthiru min dhikri hadimil ladhat. Përkujtojeni sa më shumë që të keni mundësi shkatruesin e lezeteve, shkatruesin e kënaqësive mashtruese. A ka kënaqësi në jetën e kësaj bote? Ka. A duhet t'i përjetojmë ato? Padyshim se po. Por a duhet mashtrohemi nga ato, aq sa të dalim prej binarëve të jetës dhe të fesë në përgjithësi? Padyshim se jo. Prandaj thotë përkujtojeni vdekjen sepse vdekja më së miri na kthen në realitet. Edhe ata të cilët kanë shumë pasuri, kanë shumë pushtet, kanë shumë fuqi, ndodh që të mashtrohen nga kjo begati, mashtrohen nga kjo mirësi. Aq sa dhe e harrojnë vdekjen, e harrojnë edhe daljen para madhërisë së Allahut. Por kur ndodh ndonjë vdekje në familje apo në shoqëri, ata më njëherë përjetojnë një lloj zgjimi. Çështja është se a vazhdojnë ta kultivojnë këtë zgjim apo e harrojnë atë më njëherë. Fatkeqësisht shumica e njerëzve, sepse Allahu përcjell mesazhe direkte përmes këtyre fatkeqësive, përmes këtyre sprovave, Allahu dëshiron që neve të na zgjojë nga kjo gjendje. Prandaj na merr një familjar atje, na merr një pasuri këtu, na merr një shok apo një fëmijë të mirë dika, sepse Allahu dëshiron që ne ta përkujtojmë vdekjen. Dhe kjo është për mirësisë së Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka fuqinë që më na i marr shpirtat për një herësh. Allahu ka mundësi që një familje të tërë me e shujt për një herë. Edhe nuk jep llogari askuj Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse i merr me urtësi. Edhe nëse i merr gjithë, Allahu i begaton me mirësitë e tij, por nuk e bën një gjë të tillë. Janë raste shumë të rralla, në gjendje lufte apo në gjendje të katastrofave të mëdha që mund të ndodhin sikurse terremotet apo diçka e kësaj natyre. Por përgjithsisht Allahu i merr si individ njerëzit. Dhe përmes marrjes së këtyre shpirtrave në mënyrë individuale, Allahu përçon mesazh tek ne që jemi gjallë, që jetojmë me ta, që kemi kujtime me ta, që kemi histori, që kemi ngritje e ulje të përbashkëta, për të na treguar neve se radha është tek ti. Nesër mund të jesh ti ai i cili do të vdesësh. Andaj zgjohu o besimtar, zgjohu o besimtare. Dhe këtë mësmiri e kultivojmë përmes përkujtimit të vdekjes.
Për besimtarin musliman, për besimtarin e devotshëm, përkujtimi i vdekjes nuk mbjell frikë, mbjell lumturi, sepse është përkujtim me takimin me Allahun subhanahu wa taala. Është përkujtimi më të mirës. Me ta përkujtuar ty dikush takimi me një person që është shumë i rëndësishëm për ty, apo për cilin ti ke shumë nevojë, me një person që është jashtëzakonisht i fuqishëm, mund të jetë i pasur, mund të jetë njëri me ndikim, mund të jetë njëri që ti plotson ty të gjitha kërkesat dhe nevojat. Nëse ta kish përkujtuar ty dikush takimin me të, a do ishe mërzitur apo do ishe gëzuar? Do ishe gëzuar, se ke interes për ti. E pse kur është fjala për Allahun subhanahu wa taala ne duhet mërzitemi kur e përkujtojmë takimin me të? Pse kur e përkujtojmë vdekjen, që është një realitet i pakontestueshëm dhe i pamohueshëm, ne duhet më mërzit, apo duhet me ndru muhabetin, duhet me pas dëshirë me dëgju vdekjen, sikur se ndodh me disa, sepse ata nuk e dinë realisht që përkujtimi i vdekjes është mirësia më e madhe. Prandaj pejgamberi Allahut në vazhdimsi e ka përkujtuar vdekjen, dhe kjo atij ja ka shtuar lumturinë. Njëjtë ka ndodhur me sahabët e tij, njëjtë ndodhet me devotshmët pas tyre. Nëse dikush ta përkujton vdekjen, falenderoje për shpirtit. Bire, nëse është më shumë se ti, puthja dhe ballë në shenjë respekti, sepse ta ka përkujtuar më të mirën e mundshme. Të ka kthyer në realitet. Sa që njeriu jepet pas disa kënaqësive mashtruese të jetës kësaj bote, garant pas pasurisë, pas famës, pas autoritetit, pas fuqisë, pas bukurisë, në momentin që e përkujton vdekjen, ai kthehet në realitet. Qoftë në mënyrë teorike përmes këshillave të caktuara, qoftë në mënyrë praktike përmes vdekjes në familje apo në shoqëri ku ne jetojmë. Sepse kjo realisht neve na kthen më së miri në realitet. Por pos kësaj, kjo e zbërthen realisht edhe gafletin. Kjo na nxjerr neve nga kjo kurth e djallit mallkuar. Neve na këndell nga kjo harresë e vetvetes. Përkujtimi i vdekjes është mirësi e jashtëzakonshme. Pastaj për shkaqeve tjera që na zgjojnë nga kjo gjendje, është edhe fjala e mirë, këshilla e mirë. Fillimisht është parim kuranor, madje është imperativ kuranor që të flasim fjalë të mira. Njeriu me përzgjedhjen e fjalëve të mira e ushqen shpirtin. Mbjell pozitivitet. Një person që ka prirje me fol vetëm mirë, ai person domosdoshmërisht do të jetë pozitiv. Personaliteti i tij është gjithëherë pozitiv, se nuk i dalin fjalët e mira vetëm se pe shpirtit mirë. Atë çfarë ka zemra do ta reflektojë edhe gjuha, dhe çdo gjymtyr tjetër në trupin tonë. Prandaj njerëzit që kanë prirje me fol vetëm gjëra të pista, ata kanë shpirt lig, ata kanë problem, kanë defekt serioz në vetvete. Se nuk mund m'ia thonë gjuha diçka që s'ja ka shpirti, diçka që s'ja ka përvetësuar zemra. Dhe ata persona që kanë prirje me fol fjalë të mira, realisht ata janë përfaqësues të devotshmërisë reale. Allahu thotë: "Wa qulu lin-nasi husna." Njerëzve flisni një fjalë të mira. Kur ne flasim fjalë të mira, realisht ne i bëjmë nder vetvetes tonë mas pari. Edhe ne i mbjellim pozitivizëm shpirtit tonë. Të parë që përfitojnë nga fjalët e mira janë ata që i flasin, jo ata që i dëgjojnë. Pastaj mirësit përmes asaj që ata dëgjojnë, e mos flasin përmes asaj që ata, pasi që kanë dëgjuar, kanë aplikuar pe këshillave tona, përfitimet panumërta. Por një shpirt që çdo herë flet fjalë të mira, një shpirt dhe një gjuhë që njomet me fjalë të përzgjedhura, me fjalë të matura, me këshilla të qelluara që zgjidh probleme njerëzish, ky shpirt është fisnik. Ky shpirt është jashtëzakonisht i devotshëm. Dhe pejgamberi Allahut për dashur ta shërojë më mirë çështjen e ndikimit të fjalës mirë, e ka zbërthyer kësaj apo e ka definuar në një mënyrë shumë interesante. Thotë: "Inna min al-bayani la sihra." Ka prej oratorisë që bën magji. Pra ka oratori që është magji, për shkak të ndikimit të madh që ka në shpirt. Fillimisht për shkak të sinqeritetit në fjalë. Një fjalë e sinqert është pothuajse e pamundur mos me depërtuar në zemra. Si thot një fjalë e urtë: "Ma yakhruju min al-qalbi yasilu ila al-qulub." Çfarë del nga zemra apo çfarë buron nga zemra depërton në zemra. Është e pamundur të mos depërtoj këshilla e sinqert në zemrat e të tjerëve. Më e pakta që do të ndodhë është se do ta dëgjojnë me seriozitet. Pastaj se a e pranojnë, a aplikojnë është çështje tjetër. Krahas sinqeritetit është edhe përzgjedhja e fjalëve duhura. Ndonjëherë mund të jesh i sinqert, por nuk i përzgjedh fjalët e duhura. Prandaj kemi obligim me i përzgjedh fjalët më të matura. Është urdhër kuranor. Vet Allahu e ka urdhëruar Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam që kur të thirrë në rrugt të Allahut,
e thira nuk të Allahut me çfarë bëhet? Me këshill, bëhet me fjalë. Duhet t'i përzgjedh fjalët më të mira, sepse ai duhet para së gjithashtë të jetë i urtë në fjalimet e tij, i urtë në mesazhet e tij. Udu ila sabili rabbika bil hikme, thirr në rrugën e Allahut me hikmet, me urtësi, edhe me këshill të mirë, me fjalë të mira. Dhe nëse detyrohesh të debatosh, debato me fjalët më të mira që ekzistojnë, sepse aty mund të gabosh shumë. Kur je në debat me dikën, sidomos me një jo besimtar, me dikë që nuk është i fesate, nuk është i besimit tënd, atëherë ti mund të çalosh, mund të gabosh diçka që në vend se ti bësh mirë Islamit, ti mund t'i bësh dëm. Prandaj në këtë drejtim ka thonë zgjidhni fjalët më të mira që ekzistojnë. Thirr me urtësi, këshillo me këshill të mirë, e nëse detyrohesh që të debatosh, debato me fjalët më të mira. E ka quajtur superlativ kërkesën Allahu subhanahu wa taala. Fjalët e mira zgjidhin probleme. Fjalët e mira qetësojnë shpirtra. Fjalët e mira paksojnë lot. Fjalët e mira largojnë mërzi. Fjalët e mira bashkojnë njerëz. Fjalët e mira parandalojnë vrasje. Fjalët e mira ndërpresin vllavrasje. Sa fjala e mirë është bërë shkak që janë parandaluar dhe luftra globale. Sa fjala e mirë është bërë shkak që njerëzit nuk e kanë vrarë veten, kanë shpëtuar prej kurthave të djallit. Sepse fjala e mirë është çelësi kryesor i hapjes së zemrave të mira. Një fjalë e mirë e hap një zemër të mirë, një fjalë e keqe e mbyll një zemër të mirë. Dhe një prej formave të zgjimit nga gjendja e gjumit, nga gjendja e heshtjes së shpirtit, është kur ne i dëgjojmë fjalët e mira. Kur ne shkojmë edhe i dëgjojmë fjalët e dietarëve, fjalët e hoxhallarëve, fjalët e shokëve të mirë, që përçojnë mesazhe të mira, kur i dëgjojmë ligjëratën në përgjithësi, kur shoqërohemi me njerëz që kanë fjalë të mira, fjalë të buta, fjalë të këndshme. Kjo na zgjon nga gjendja e përgjumur. Pastaj prej shkaqeve tjera është gjithashtu edhe hapja e derës së mëshirës, e derës së shpresës. Një derë që Allahu s'ta ka mbyll, pse ja mbyll vetes? Derisa Allahu nuk na ka mbyll neve derën e shpresës, pse duhet robim ja mbyll vetes? Pse duhet mu përshtat me këtë gjendje të harresës dhe të gafletit në përgjithshëm që neve na ka kaplu? Kur ne e dim që Allahu është i gjithëmshirshëm, kur ne e dim që Allahu e ka derën hapur që ne mu këndell, ne mu zgju prej kësaj gjendje. Prandaj duhet vazhdimisht me përkujtu mëshirën e Allahut, nga se Allahu na ka ndaluar rreptësisht që na me humb shpresën në mëshirën e tij. Ka thonë la tayasu min rauhillah, kurse si mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Sepse nëse humbet shpresa në mëshirën e Allahut, pason dëshpërimi. Dëshpërimi është prej pengesave kryesore të zgjimit. Nëse dëshpërimi zë vend në zemrën e një besimtari, e ka pothuajse të pamundur pasaj që të zgjohet nga gjendja e përgjumur në cilën është, dhe nga heshtja shpirtërore në cilën është duke e përjetuar. Por kur ti vazhdimisht ja përkujton vetes se ke një Zot që është i gjithëmshirshëm, një Zot i cili po i mëshiron ata që po e luftojnë atë, si është fjala me mëshirën ndaj atyre që e duan atë, e besojnë atë, i aplikojnë mesazhet e tij, e pasojnë të dërguarin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu e ka zbrit ajetin e shpresës, ku thot kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, thuaj o Muhammed, robërve të mi, o robët e mi. Edhe Allahu me këtë term i ka përfshirë gjithë krijesat e tij njerëzore, pa marrë parasysh se janë besimtare apo jo besimtare, pa marrë parasysh se çfarë etnie dhe përkatësie i takojnë. Gjithë jemi robër të Allahut subhanahu wa taala. Dhe i ka përdorur termin përkthjelës, o robërit e mi. La taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Pra Allahu nuk e ka mbyll këtë derë. Ne nuk kemi drejt që t'ja mbyllim vetes. Qoftë edhe praktikisht. Nëse jo gojarisht, as edhe praktikisht nuk duhet m'ja leju vetes që na me mbyll këtë derë. Edhe nëse jemi në gjumin më të thellë, edhe nëse jemi në gafletin më të madh, prap duhet me kultivu shpresën në mëshirën e Allahut, duhet me kultivu shpresën e zgjimit, por paralel me këtë duhet edhe me ndërmarr shkaqet e zgjimit nga kjo gjendje. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, o robët e mi që e keni tepruar me gjunahe, la taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allah i fal gjitha gjunahet. Allah thjesht kërkon nga ana jonë që na me ndërmarr shkaqet e nevojshme të faljes dhe të mëshirimit nga ana e tij. Pastaj, pe çështjeve që duhet me pas parasysh
është se duhet me ndërmarr disa hapa praktik dhe të menjëhershëm, pa asnjë hezitim dhe pa asnjë vonim. Kultivimi dhe përshpejtimi i pendimit sinqert, por pendimi i vazhdueshëm. Derisa Allahu na thret neve në Kur'an gjithë dhe pas një përjashtim, pa marrë parasysh se a je dietar apo je një musliman i thjeshtë, një musliman i rëndomt, gjithë kemi nevojë me u pendu. Parasysh se gjithë jemi gabimtar. Allah thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni gjithë o besimtar, pas një përjashtim, duke filluar nga dietarët më të mëdhenj të ummetit islam. Jami'an, të gjithë. La'allakum tuflihun, në mënyrë që të shpëtoni. Sa më shumë që e përmendim, e përkujtojmë edhe e aplikojmë pendimin, aq më afër shpëtimit do të jemi. Këto janë të ndëlidhura. Allahu e ka kushtuar shpëtimin me pendim. Nuk ka mundësi me shpëtu dikush pa u pendu. Dhe sa më shpesh që pendohemi, aq më shumë e betonojmë garancën hyjnore për shpëtim. Sepse Allahu e ka kushtuar një gjë të tillë. Pastaj Allah thot: "Ja ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar, tubu ila Allahi tawbatan nasuha, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Pse e ka bërë Allahu këtë thirrje? Sepse kjo është thirrja për zgjim. Asgjë nuk na zgjon më mirë se sa pendimi, kur ti ndalesh, e analizon vetveten, i numëron mëkatet tua, i numëron gabimet tua, i hulumton smundjet tua, pra i bën vetes një lloj diagnostifikimi të përgjithshëm të problemeve tua të brendshme. Edhe fillon pastaj e kërkon ilaçin. A ka mundësi me pas efekt ilaçi pa e pranuar gjendjen tënde, pa e pranuar se ti je i smur, pa e pranuar se ti ke nevojë për trajtim? S'ka mundësi. Çka mund me të bëjë ty mjeku, edhe terapia e mjekut, nëse ti se pranon faktin që je i smur, nëse ti se pranon smundjen me cilën je diagnostifikuar? Nuk ka asgjë dobi. Duhet kontakt, duhet lidhje, duhet përdorim. Dhe hapi i parë që duhet me ndërmarr është me u pendu, me njëherë, me u nal, me analizu veten edhe me u pendu. Ky është zgjimi më i mirë që mund t'ja bëjmë vetes. Prandaj pejgamberi Allahu ndon se i pagabushëm ka qenë, i mbrojtur nga Allahu për gabime fetare, ai prapë ka praktikuar pendimin. E ka pas terapi të përditshme pendimin. Astaghfirullah wa atubu ilej. Kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem tek ai, sepse zemra ka nevojë për këtë terapi. Shpirti ka nevojë për pastrim, dhe mënyra më e mirë për të pastruar shpirti është pendimi. Menjëherë pas pendimit, hapi i dytë që duhet me ndërmarr është me u kthy me nxitim tek Allahu. Jo me thonë unë pendova, po mos me ndërmarr masa konkrete. Duhet me nxitu tek Allahu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Nxitoni me vrap drejt Allahut, drejt faljes së tij dhe drejt xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të arrit faljen e jo me xhenetin e tij, nëse ne këtë pendim të sinqert nuk e konkretizojmë me masa përkatëse, me masa konkrete. Me njëherë me marrë masa ndaj vetës, me njëherë me ndryshu gjendjen tënde, me njëherë me ndërmarrë shkaqet e ndryshimit pozitiv. Dhe normalisht kjo kërkon gradualitet. Dhe për këtë arsye për shkaqeve tjera dhe për hapave konkret që duhet me ndërmarrë me njëherë pas nxitimit tek Allahu është gradualiteti në ngritje. Jo detyrimisht na duhet me njëherë me ndryshu, sepse një gjë e tillë është pothuajse e pamundur. A ka raste që marrin me njëherë masa drastike ndaj vetvetes e ndryshohen krejtësisht? Ka, po janë raste shumë të izoluara, sepse jo të gjithë e kanë vendosmërinë e njëjtë dhe jo të gjithë e përjetojnë devotshmërinë reale për njëherësh. Për këtë arsye Allahu ka përcaktuar gradualitet. E gjithë feja e Allahut ka zbritur gradualisht, në mënyrë kronologjike. Edhe ndërmarrja ndërmarrja e shkaqeve të ndryshimit pozitiv ndaj vetvetes duhet bëhet në mënyrë graduale. Unë nuk po them që me njëherë gjunaqari me ilon gjunahat, por gradualisht me ilon ato. Edhe pse më e mira e mundshme është me ilon me njëherë, por e kuptoj që ato janë të shtresuara. E kuptoj që njeriu ka kaluar përmes një periudhe të gjatë derisa ka arritur në këtë gjendje të mëkatimit. Edhe pothuajse e njëjta gjë, i njëjti proces duhet edhe për përmirësim. Por duhet me i marr hapat e parë konkret. Duhet me filluar me lëviz, duhet me filluar me zgjuar veten gradualisht nga kjo gjendje e tmerrshme e cila ka kapluar umetin në përgjithësi. Pastaj, për hapave konkret është edhe largimi apo shoqërimi me njerëz të mirë, shoqërimi me njerëz pozitiv dhe para së gjitha shoqërimi me njerëz të dijes. Në javën e kaluar përmendëm se një prej shkaqeve kryesore të kësaj gjendje
të gjumit dhe të heshtjes së shpirtit është shoqëria e keqe, sepse njeriu detyrimisht ndikohet nga ambienti dhe nga shoqëria me cilën jeton apo ku jeton. E hapi konkret për me ndryshu të shoqëni është me kompenzua ata me tjetër shoqëni. Njeriu, duke qenë se është krijesë sociale, nuk mund të jetojë pa shoqëri, nuk mund të jetojë pa rreth, pa familje dhe pa shok. Por duhet t'i përzgjedh ato. Duhet t'i përzgjedhim madje në çështjen e përzgjedhjes së shoqërisë së mirë, nuk duhet të jemi tolerant as pak. E në qovë se hasim në njerëz të mirë, duhet bëjmë çmos që të jemi shok tyre. Nuk ka pasuri më të çmuar, më të mirë se sa shoku i mirë, i cili ta përkujton ahiretin, i cili nuk lejon që ti me përfundu i përgjumun, i largun prej fesë së Allahut, larg përgjegjësive ndaj Allahut, afër gjunave, afër njerëzve të ligë, ai ta nxjet për dorë, ai të këshillon, ai të mbron, ai bëhet pe ushtarëve të Allahut që ty nuk lejon me shkuën në humner, me shkuën në shkatrim. Sa raste ka ndodhur që shoku i mirë i ka shpëtuar të tjerë, shoku i mirë i ka shpëtuar nga errësira e kufrit, e mosbesimit, edhe i ka qitë në dritën e imanit dhe të besimit. Sa shoku i mirë ka ndodhur që njërin e ka futur në xhami. Ne këtu kemi raste që edhe sot falen që shoku i tij është bërë shkak ai mu fal, nuk është bërë as baba, nuk është bërë as nana, nuk është bërë as rrethi familjar, por është bërë shoku i vet. Shoqënia cilën ai e ka përzgjedhur, sepse ky është kapitali më i mirë, më i çmuar që ne mund t'i sigurojmë vetes tonë.